Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka mbërritur në Hag për një vizitë zyrtare në Holandë. Sipas një njoftimi nga Ministria për Punët e Jashtme, ajo do të pritet nga homologu i saj holandez, David van Vel, me të cilin do të firmosë edhe një deklaratë të përbashkët për fuqizimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në kontekstin e mbështetjes për integrimin evropian të Shqipërisë. Në këtë takim, Spiropali do ta falenderojë ministrin e jashtëm holandez për rekomandimin pozitiv që qeveria e tij ka dërguar në parlament për çeljen brenda muajit nëntor të grup kapitullit të 5 të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Takimi gjithashtu do të shërbejë për të diskutuar mundësi të reja bashkëpunimi në fushat e ekonomisë, sigurisë dhe shkëmbimeve akademike. Gjatë vizitës së saj, ministrja Spiropali do të vizitojë edhe ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në institucionin e paraburgimit të gjykatës speciale. Ajo gjithashtu do të mbajë një leksion të hapur në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Hagës, ku do të bisedojë me studentëve akademik të programit të studimeve europiane mbi agjendën e reformave dhe standardet europiane për Shqipërinë që po ndjek aktualisht. Vizita do të përmbyllet në ambientet e ambasadës shqiptare në Hag, ku Spiropali do të takohet me rrjetin e profesionistëve të rinj shqiptar që jetojnë në Holandë, duke forcuar lidhjet mes komunitetit shqiptar dhe atij akademik dhe profesional europian.